Dje pjesëtarët e orkestrës frymore të forcave ajrore turke pasdite kanë realizuar një koncert të hapur në qendër të Prizrenit. Ky aktivitet sipas autoriteteve komunale të Prizrenit ka krijuar një atmosferë ndryshe në sheshin Shadrvan në Prizren. Qytetarët patën mundësi të shijojnë një koncert të veçantë të orkestrës frymore të forcave ajrore turke. Performancën breslënse që solli emocione dhe elegancë në zemër të qytetit ton, thuhet në njoftimin e kryetarit Shaqir Totaj. Në të njëjtën kohë është sqaruar se aktiviteti është organizuar nga Kryesia e Këshillit Turk në Kosovë. Këtë program ku ishin të pranishëm qendra prizrenase dhe qytetarë të tjerë e ka përcjellur drejt për drejt edhe televizioni Pesa, ku shumë qytetarë patën mundësi që edhe nga shtëpitë e tyre ta përcjellin këtë aktivitet kulturor. Sipas njoftimit të ambasadës së Turqisë në Prishtinë, orkestra frymore forcave ajrore turke do të realizojë koncert të ngjashëm edhe në sheshin Zahir Pajaziti në kryeqytet me datën 20 maj 2025, me fillim nga ora 19. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu yurt içinde birçok festival ve etkinliklerde konserler vermiş olup Almanya, Fransa, Belçika, İtalya, Çekya, Bosna Hersek, Romanya, İngiltere, Kazakistan, Bulgaristan ve Macaristan gibi Avrupa ülkelerinde verdiği konserlerle uluslararası festivallerde Türkiye Cumhuriyeti'ni başarıyla temsil etmiştir.